Lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe po akuzon pushtetin se po çon qëllimisht vendin në izolim që të mbroj bandën kriminale dhe të bllokoj rrugën evropiane të shtetit. Sipas tij, përfshirja e pakicave në kushtetut me qëllim që të respektohen të drejtat e tyre nuk është rrezikim i identitetit kombëtar maqedonas. Përkundrazi, theksoi ai, është forcimi i identitetit kombëtar. Ne nuk kemi punë me Bullgarinë, por me Europën. Duhet të përmbushim kërkesat europiane, të përmbushim marrëveshjet që janë miratuar nga të gjithë vendet anëtare të BE-s, sigurisht duke përfshirë edhe Bullgarinë. Çfarë kemi ne veçmos për të biseduar me Rumen Radevin kur bëhet fjalë për rrugën tonë europiane? Asgjë. Por së bashku me të gjithë liderët e tjerë europian, po. Filipçe sqaroi se vazhdimi i rrugës evropiane do të nënkuptojë zbatimin e standardeve evropiane dhe drejtësisë. Do të thot prokurori publike europiane, përpara se cilës nuk do të mund të japin urdhëra as nga fojtoria e kuvendit e as përmes paraqitjeve të tyre publike televizive. Do të thot fundi të nderve të kurdisur, i punësimeve partijake, i parave të shtetit, të popullit dhe qytetare. Hristian Mickoski dhe grupi i tij me vetdije bllokojnë të ardhmen europiane të Maqedonisë për të vazhduar vjedhjen e parave të popullit dhe pikërisht për këtë arsye, identiteti kombëtar u shërben vetëm si arsyetim për të ruajtur pushtetin dhe për të vazhduar me interesat e tyre kriminale. Kryeministri Hristian Mickoski të shtunën gjatë ceremonisë së shënimit të ditës së Evropës tha se Maqedonia nuk ka të ardhme tjetër dhe as shans tjetër për sukses përveç integrimit në Bashkimin Evropian, megjithatë theksoi se nuk do të bëj pazar me identitetin e kombit maqedonas në këmbim të përfitimeve politike.